A keni pa krimet e sotme në lajme? A pa se cili krim mungonte? Një krim që asnjëherë nuk shfaqet. Ajo është braktisja e pleqve. Gjyshërit dhe prindrit tonë, ata që i kanë bjetuar luftrave dhe varfërisë, e sot po e hupin betejën e vet me se ndoshta as nuk kanë menduar që u vjen braktisja. Kur dikush na takon dhe na pyet për prindrit, na menjëherë ja nisim i përmendim smundjet. Pa i ka pak tension, diçka s'është mirë, pak diabet, pak demencë, për kur nuk e kuptum që smundja vërtet e prindërve tanë të më shumë është vetmia. Shumica ikëm në rrugët e Evropës për një jetë më të mirë, por i lam ata vetëm në hallin e vet. Na mjafton të një herë njavë të telefononi me kamerë dhe t'ju tregojmë sa janë rritur nipat dhe mbesat, edhe me kaq mendonim se ju dolëm hakur. E tash punën na e ka lehtësu ChatGPT-ja dhe një ditë kena me fillu mi thonë, ma shkruaj një mesazh se po du m'ja u dërgu pleqve që i kam lënë vetëm në shat. Se unë nuk po kom kohë. Na sot i dojmë shërbimet e prindërve, po pa prindër për rreth. E i dojmë edhe shërbimet e gjyshërve, po pa gjyshër për rreth. Shumica prej nesh janë rritur me prolla dhe tregime, kurse fëmijët tonë po rriten me telefon në dorë. Dhe ky fëmijë nesër do të jetë ai burri 50 vjeçar, që do na përplas edhe neve në shtëpitë pleqve. Disa thonë mos i quajini pleq, por quajini të moshuar se ofendohen. Aman quajini si të doni, vetëm mos i përplasni në shtëpitë pleqve. Dhe që është ma e keqja se na mundohemi të gjejmë shtëpijat pleqve ku janë më të shtrenjtat. As nuk i kursejmë paret këtë. Vetëm e vetëm që ta qetësojmë ndërgjegjen tonë. Dhe sa dhe të bukura të jenë ato vende, dijeni si për ta janë thjesht burgje luksoze. Burgje ku fëmijët e tyre shfaqen vetëm një herë ose 2 herë gjatë krejt vitit. Dhe kur ata do të vdesin, ne do të bëjmë një postim për ta në Facebook ose në Instagram. E për neve, kush do ta bëj? Si ky breziri, i rritur pa gjyshër, i rritur me YouTube, Instagram dhe TikTok, kur të vjen radha jonë, do të na bëjnë qarën shumë thjesht. Gjyshërit dhe prindrit tani kanë bjetuar çdo gjëje, por ju edhe braktisjen që po u jepim.